nisur nga, le të themi, sondazhet që bëshin para një viti ose diku aty të zgjedhjet lokale, shikoja që kishte një, le të themi, elektorat ose një opinion publik shumë të skajuar ndaj politikës së vjetër. Ishte atyre 65-70% që opinioni publik e refuzonte klasën e vjetër politike. Dhe shpresoja se me krijimin e forcave të reja politike, do të kishte një thithje më të madhe të atij që quhet elektorati gri. Ja ku ke një profesor të forcave të reja, do të orientoheshin drejt këtyre partive të reja. Me gjithë respektin e madh që kam dhe për zotin Shabani, po dhe për lëvizjen e tyre, doja të thoja që ende nuk e pash atë që unë prisja. Dhe duke qenë se Ç'a prisje konkretisht? Do të thënë opinioni publik, votuesi, qytetarë, ta themi si doni, ti përkrahnin më shumë forcat e reja politike dhe të ndaheshin më shpejt nga dy fuqitë e mëdha të politikës, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. E ka fajin populli apo e ka fajin nisma Shqipëria bëhet? Jo, nuk e kam vetëm për nisma Shqipëria bëhet. Po, unë nuk e partia tjera, me që kanë profesorë e nismës. Fajin e kanë këto, nuk e ka populli. E kanë këto që nuk e... Ose kemi popullin shumë, ose kemi popullin që oktej, që pesi si e mori vetën doktori? Populli i dha sinjalet.